që duhet ne si besimtarë të kemi parasysh, mos t'i neglizhojmë, të trajtojmë drejt rrugës Allahut Azza wa Jall, për shkak se vetëm aty është shpëtimi edhe në këtë botë, po edhe në botën tjetër. Allahu Azza wa Jall dëshiron këtë qyteti, ja dëshiron të mirën me sjelljen e këtyre njerëzve të ditur në këtë troja. Prandaj duhet që këto njerëz të dëgjohen, të përkrahen, nga se kjo është një argument që Allahu Azza wa Jall e ka sjell për juve si besimtar të këtij vendi, e pasi Allahu Azza wa Jall ta bie begatin, ta bie të mirën, e ti e refuzon, e neglizhon, e anashkalon, atëherë Allahu Azza wa Jall dijeni se e bjen ndëshkimin, për shkak se Allahu Azza wa Jall thotë, nëse ju më falenderoni mua, Allahu Azza wa Jall do t'ju ashton begati, mirësi, dhe do të ketë siguri në ato qytete dhe ato vende ku përkujtohet Allahu Azza wa Jall, përkujtohen hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe njerëzit i fusin në praktik ato vepra. Ndërsa nëse ato neglizhohen, lehen bashkëpine, harrohen, nuk përkrahen ato njerëz, atëherë Allahu Azza wa Jall e zbret ndëshkimin e tij mbi atë popull. Për shkak se Allahu Azza wa Jall e ka ngrit argumentin e tij ndaj tyre. E ata e neglizhojnë, mendojnë se janë në rehati. Dhe Allahu Azza wa Jall ju ka dhënë çdo të mirë, wa qeli dyert e hajrit. Thot Allahu Azza wa Jall, falamma nasu ma dhukkiru bihi, fatahna alejhim abwaba kulli shay'in, hatta idha farihu bima utu, akhadhnahum baghtatan, fa idha hum mublisun. Thot Allahu Azza wa Jall, kur ata e harrojnë, e lën anësh, atë që Allahu Azza wa Jall i ka përkujtu dhe u ka sjellë si shembull dhe si model që ta ndjekë. Kurse ata e lën bashkëpine, e neglizhojnë. Allahu Azza wa Jall thot fatahna alejhim abwaba kulli shay. U aqelim atyre, u hapim dyert e të gjitha mirësive, begative. Dhe këto mendojnë se janë begati, janë në rehati, janë në mirësi të mëdha. Allahu Azza wa Jall vetëm u ashton dhe kjo është ajo më e frikshme, kurse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është istidraj. Allahu tërhek për ka dënimi i tij. Hatta idha farihu bima utu, dhe kur të thonë mos e tash jemi më mirë se kur s'kemi qenë. Dhe të gëzohen shumë për ato të mira që ka dhënë Allahu Azza wa Jall, e kanë harruar Allahu, i thojnë shishir, e kanë harruar namazin, e kanë harruar shahadetin, kanë harruar xherimin, kanë harruar haxhin, kanë harruar thyllat e Islam, urdhërimin për mirë, ndalimin nga e keqja. Akhadnahum baghtatan, Allahu e zbret dënimin pa pritur. Kur ato nuk e presin. Bayatan wa hum naimun. Thot Allahu Azza wa Jall, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Thot a janë të sigurt banorët të qyteteve dhe fshatrave që mos t'ju vjen dënimi jon, janë të sigurt pra për dënimin e Allahut, kur ata janë duke fletur natën, sa herë ka ndodhur që Allahu i ka fundosur natën, du flet tërmeti, shkoi në shtëpia, raba nesër. Po i meri që i ka ramë me gjuna, e ka zonë për fundit e ka dhënë amanetin, Allahu nuk ja ka qumë vetë. Allahu thot që atër kukëzojnë, që atër i dënon mas shumë t'i du vjen dëshkimi. Për këtë arsye vllazni, ne mundohemi që këtë vend të lullzohe urdhri për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Atë që Allahu Azza wa Jall e do, çfarë mundohemi ta përcjellim te ju? Jo më shumë saq. Atë që Allahu e do, që këtë që e tha Hoxha deri tash, që këtë jemi mundohemi ne me e përcjell këtu, po si? Jo vetëm me fjalë, po edhe me vepra. Për shkak se besimtari nuk është besimtar si duhet përderisa ka vetëm fjalë e s'ka vepra. Ka vetëm fjalë e s'ka vepra. Ne jemi shembulltyra në qytet. Ti si besimtar, si musliman, duhet të dallohesh për jo musliman, se je musliman. Që kur të vjen njëri kur të çohe, e din se je musliman, thot selam aleikum. Jo kur të vere nuk e din shaje, të thot zdravo. A je musliman apo se musliman, s'dallon hiç. E kjo të Allahu Azza wa Jall nuk e dëshiron. Prandaj lut Allahun Azza wa Jall që të shpërblet Hoxhën e nderuar, që ju përgjigj ftesës, Hoxhës e hoxhallarëve, të Allahu Azza wa Jall i dhash jetë të gjatë. Amin. E shëndet
dhe ta mundson që edhe shumë vite të thërret në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Pra që kemi rizminet e veqerva, zborëve të malë që na